Gabimi numër 3. Kujdes, gabimi numër 3 dhe është më i përhapur nga të gjithë. Kjo është ajo sindroma e kam me Terezi. Shiko, unë pasurinë e kam me Terezi, e kam, kur të vite si, punë të qofim, kur të vi. Pasuria, kujdes, mbaj shënim. Pasuria ka nevojë për shpejtësi. Shumica e njerëzve mendojnë se pasuria matet me para. Ore, sa para më hyn në xhep? Kjo është pasuria. Sa para kam në llogarinë bankare. Por e vërteta është totalisht ndryshe. Pasuria matet më shumë në kohë se sa në para. Le të bëjmë një krahasim për dy pronarë biznesesh. Pronari A i biznesit ka fituar 1 milion euro. Pronari B ka fituar gjithashtu 1 milion euro. A janë këta të dy të njëjtë? Në pamje të parë, po, janë të njëjtë. Por a janë me të vërtet njësoj? Çfarë ndodh nëse të them se pronari A ka fituar 25.000 euro në vit duke punuar alarm mod, duke punuar zjarr fikës, shuaj e zjarrin, vetëm me nivel operacional, vetëm me nivel teknik, bam, prap, shuaj zjarrin, alarm. Pra ky punon alarm mod, nuk kam kohë të përqendrohem, nuk kam kohë të mendoj, jam alarm mod. Për 40 vjet. 40 vjet. Kurse ndërsa pronari B ka fituar 1 milion euro brenda një viti. Tani kush është më i pasur, trego pak. Shumë njerëz nuk e kuptojnë se po fitojnë para mjaftueshëm. Thjesht nuk po i fitojnë ata aq shpejt sa duhet. Thjesht nuk po i fitojnë ata aq shpesh sa duhet. Shumica e parave që ti bën është po e njëjta. Diferenca është sa shpejt i bën ata. Pra, gar me kohën. Sa shpejt i bën me këtë. Më lejo të ndaj një case study me një pronar biznesi real. Historia e Elisit ishte një biznesmen i blokuar tek një ofertë high-ticket fitimprurse. Një inxhinier elektrik, Elisi ishte një inxhinier elektrik shumë i përkushtuar, por kishte ngecën në nivelin e të ardhurave 6 shifrore. Dhe ishte gjatë gjithë kohës në zonën e alarmit, në zonën e zjarrit, në zonën e zjarr fiksit. Ai punonte pa pushim nga mëngjesi deri në darkë, shpesh 12, 13, 14 orë në ditë. Ndonjëherë akoma edhe më shumë në varësi të projekteve. Megjithatë ai nuk dinte si ta çonte biznesin e tij në next level. Si të bënte atë që ne themi scale. Çfarë do të thotë scale? Me të njëjtat kosto, të rritesh. Ishte i lodhur dhe i bllokuar. Kur Elisi u drejtua ekipit ton, ne ndryshuam lojën, analizuam me kujdes modelin e tij të biznesit, ripunuam ofertën e tij dhe e riorganizuam në mënyrë strategjike. Krijuam një ofertë high ticket me nivele prej 30.000, 50.000 dhe 70.000 euro një kontratë. Rezultati, brenda 9 muajve, ndihmuam Elisin të transformojë rrënjësisht të ardhurat e tij. Biznesi i tij për 9 muaj, biznesi i tij kaloi nga 6 në 7 shifra. Ky sukses nuk erdhi nga shtimi i orëve të punës, sa aq janë orët e punës, 14 orë, 16 orë, 18 orë, 20 orë, po s'ka më, nuk ke ç'a bën më, sepse orari jot është i kufizuar, 24 orë janë total. Ky nuk erdhi si pasojë shtimit të orëve të punës. Nuk erdhi nga shtimi i fuqisë punëtore, rrit staf, hajde myte, mori ose mori një menaxher të mirë ose një drejtor të mirë. Jo, por vetëm nga krijimi i një oferte të parezistueshme dhe të padiskutueshme që i dha vlerë maksimale klientëve të tij. Rezultatet të jashtëzakonshme. Historia e Elisit është dëshmia e fuqisë së një oferte të menduar mirë dhe i një strategjie të fortë. Pa e përsëris dhe një herë. Historia e Elisit është dëshmia e fuqisë së tij për një ofertë të menduar mirë dhe një strategjie të fortë. Ai madje më la një mesazh duke ndarë Ai madje më la një mesazh duke ndarë suksesin e tij të menjëhershëm, ku për 3 muaj pati efekt mahnitës. Përshëndetje, unë jam Elis Sharka, jetoj në Milano dhe jam CEO i kompanisë Technico SRL. Për sa i përket kthimit nga investimi ROI, vetëm për këtë investim që unë kam bërë, ka qenë brenda 3 muajsh të parë 150%.